duket që armiku kryesor tani në PD është Ervin Saliani, se ju po sulmojnë për shkak të Salianit. Çfarë lidhje keni ju me Salianin? Dhe a e mbështesin lëvizjen e tij? Si jeni lidhur me Salianin? A mund të na shpjegoni? Shiko, si herën e parë që dolëm në mbështetje të doktor Berishës, kur nisën foltoret, dhe dashje pa dashje më ngeli dhe drejtimin dorë, sepse isha nga zinxhiri drejtues i degës Durrës, isha i vetmi që ngela nga ana e rithemelimit. Si atëherë që folën për parime, folën me arsyetimin që partia që të forcohet, duhet të vlerësohen kontributet, duhet t'i mësojmë fort meritokracisë edhe institucional. Ora, gjitha këto i kuptoj unë se po këto i thoni lexojnë, janë letra që lexohen kudo, në përmbledhje, në për kongrese, në për... Me të njëjtën... Edhe doktori këto thotë sa herë del në konferencë, del 7 herë ditën në konferencë ai, që flet. Tani, pyetja ime është këtu. Ervin Saliani në zotëri, se ju e keni ngrenë nga Ervin Saliani. S'ka gjë. Ç'lidhje keni me Ervin Saliani? Ja po të them unë çfarë lidhje kam me Ervin Saliani. Me Ervin Saliani kam pas vetëm në rrugë institucionale, madje duke qenë pjesë e rithemelimit, e shija edhe kështu me një sy tjetër, një sy militanti, se natyrisht që të merë të rëmben ajo ndjesia e militantit. Shije me dyshim. Po nuk është se e shija me një kënaqësi të madhe në atë kohë, kupton? Ishte ai shkopi. Po ishte shkopi që më mrapa me fjalë ai shkopi u përkthy në i burgosur politik apo heroi demokracisë, si maj mund të shi fjalët se qa u cilësu në atë kohë. Unë nuk është se isha shumë i kënaqur kur u cilësonin këta, sepse ne ishim pjesë e rithemelimit, na kishin qunë për plasje me 8 janar, edhe është për turpin e atyre që organizuan atë gjën, me fjalë që 8 janari kemi pas rasten e Durrës ku djali ishte për jashtë apo vllai për jashtë, baba brenda. 8 janari ishte përpjekje për plasja brenda selis, po. Se unë kam dhe historina për qeshme atë kështu në tavolina private me flamurin dhe me gaz bardhin, po nuk e dija është vëndi këtu për t'ja përmendur. Ylli e di atë. Është vëndi që t'i përmendi historitë private me flamurin me gazin. Në momentin që... Po ti je një republik? Jo, e di si është puna, unë jam një republik flet të regon gjerat. Vetëm për jashtim të gjerave këto private, gjerat private, gjerat këto që nuk... Unë jam njëri publik, me thonë drejten dhe mundohem të ruaj etikën, edhe bisedat personale që kemi pas aty në raporte miqësore, mos t'i nxjerr, po me këtë aktin që kam bë këto, mos më ka ngel gjë tjetër, do më thonë se ishte një paburëri që bon me këtë rast, edhe pabesi, sepse përveç institucionalisht ne kemi pas dhe një raport shumë të afërt me njëri tjetrin, duke qenë se edhe nevojën e kam pas shumë të madhe në atë kohë për mbështetje dhe nuk ngel gjë tjetër vetë se t'ja dekonspiroj këto, edhe më vjen me qesh shumë, do më thënë, kur njerëzit, edhe në për komentet e mia në rrjetet sociale, përmendin shkopin e Salianit. Atëherë, po e bëj këtë hap me fjalë, e kam pas të dy përballë, edhe gazbardhin, edhe flamurin në të njëjtën kohë kur ishte koha e dashurisë madhe që rrishin gjithë ditën bashkë. Edhe i kam bë pyetje, ora flamur, se kemi edhe gazin këtu, përveç aty në blindimeve, dyrëve, pse ndodhem, pse duhet ndodhin, e ku diun çfarë. Për pyetjet aty. Po ta them, po ma ndërpreve mendimin. Jo, nuk ndërpres gjë, jo. I kam bë pyetje si është puna, domethënë se shkuan vllavrasje gjërat. Pastaj po të them dhe i gjë tjetër, i thash se unë babën mekanike kam pas, nuk kam pas gjë. Sot kanë dalë me mjete, do më thënë, bombla oksigjenit vogla që shkon atje e pret atë derën e hekrit me kementeshat, apo e pret aty ke brava, dhe hynë mrena në qofë se kishe qëllim me hynë mrena. Fillun duke qesh të dy dhe thoshin, ti e budalla fare me fjellë se ti skupton nga kjo punë, ne kishin për me boj qik zhurmë, se ti këshu se... Do me thënë, edhe kur përmëndi njerëzit shkopin e Salianit, më vjen për qesha, më kujtohet ky episodi gjithmonë. Kështu që kam një gjë unë ke vetja ime që jam i udhëhequr shumë mbas parimeve dhe në politikë ndoshta s'funksionon kjo shumë. I udhëhequr nga parimet dhe nga mënyra se si Ervin Saliani po artikulon edhe për atë gjën që po shpalos në çdo dalje ti edhe me thënë drejtën bindi që duhet jem pjesë, të bëhem pjesë e takimit të Zoti Pietri, ju jeni me Ervin Salianin?
Absolutisht që po. Gjithmonë kam qenë... Po nga dega e Durrësit për shembull, ka mbështetës Saliani? Atëherë, unë personalisht gjithmonë kam net në atë që kam menuar që është e duhur e Partisë Demokratike, edhe në përplasjen Basha Berisha, kam majtë qëndrim asnjë anës, kam thënë asnjëri as tjetri nuk meriton që të marrin drejtimin PDSH-s. Kjo punë nuk mund zgjidhet që të vi, tiki ky që është dhe të vi dikush që ishte para këtij, duhet të ketë figurë e re, dhe nga 2021 deri në 2025 në këtë qëndrim nga majtë. 2025 absolutisht, që pasi rruga mori formë saktuar, doktorë e mori drejtimin PDSH-s, absolutisht në fushat kundër Partisë Socialiste nuk kam qenë gjithmonë. Por në luftën brenda llojit, paktën në 2 rastet jo. Tani Saliani, unë nuk merrem me individin, kush është Ervini. Ervini ka historikun e vet që ja din gjithë, por unë merrem me çfarë thotë dhe çfarë çndron. Ervini me ne dhe me gjithë demokratët e Shqipërisë, kudo që kemi shku, kemi na bashkon vetëm një gjë, që duam të shohim Partinë Demokratike në pushtet. Secili prej nesh ka bërë një karrierë politike brenda PD-s, që do të thotë në rast mos suksesi ne rrezikojmë karrierën tonë që digjet dhe shuhet përgjithmonë, siç po ndodh në shumë raste, por po pam secili individualisht kjo punë nuk bëhet. Unë dua që të punoj dhe të jetoj në këtë vend. Edhe të jetoj dhe të punoj i lirë, sepse në këtë regjim asnjë s'është më i lirë. Por as brenda PD-s po ka më njerëz të lirë. Po s'patë siguri institucionale, është e pajetueshme. Mund të ndërhyj, Ke takuar, jo, me Berishën e takuar ti pas foltores e pas gjithë tyre? Unë jam taku me Berishën një ditë përpara daljes listës për deputet. Natyrisht që duke qenë kontributor prej shumë vjetësh aty, edhe ne kemi pas ato pritshmëritë tona, kam hyrë një ditë para ke Berisha dhe më ka thonë jam në vërtetësi se kemi pasi i kam kërku që unë do doja të kandidoja për deputet, më tha jam vështirësi se kuota gjinore dhe aleatët e kam vunë vështirësi për këtë punë, pasi më parë kisha pas një bisedë tjetër, po kjo s'ka rëndësi. Unë me thonë drejtë se prisha zemrën fare, e kapa në qafi, thash unë doktor nuk kam lind deputet, më kërkoj ty ke lista hapur, atë nuk e pranova me thonë drejtën, se për shumë arsye që nuk kam ndërmend t'i përmend këtu, dhe kështu ndodhi që me thonë të drejtën e ktheva pak kokën me një anë, po gjithsesi domethënë unë duke qenë kontributor dhe nuk e shoh dot veten domethënë jashtë aktivitetit politik të Partisë Demokratike. Nuk e sheh dot? Jo, nuk e shoh dot. Po ku do rishi tani se në datën 23 maj do bën zgjedhje doktori do bëhet kryetari i Partisë Demokratike. Dhe tani ju jeni preshtuar tani, kuptohet?